Zelenski aty përmendi që ishte një simbolik, ishte një takim, se për 15 minuta nuk u vendosën fatet e konfliktit aty. Bëhet fjalë për 4 simbolika që unë mendoj që janë të rëndësishme nëse do arrin të ndikojnë në një proces paqe më të shpejt dhe më rezultativ. E para njëherë, një simbolik shumë e rëndësishme ishte ajo që gjithë këto ndodhen në funeralin e papës. Papa sa ishte për zgjalli, bëri disa herë thirrje për një armëpushim në Ukrainë dhe duket edhe një shërbim të fundit ja bëri paqes, pra duke i dhënë mundësi liderëve botëror, në këtë rast edhe Trumpit dhe Zelenski që të mblidhen të kenë një mundësi komunikimi dhe ishte një justifikim shumë i bukur kjo edhe për këta që do të takoshin. E dyta, ato durtërkitjet, mund kam ngel në mendje durtërkitjet shumë të zjarta për Zelenskin. Një simbolik tjetër në vete nga ky eveniment